mendoni kryetare që realisht ka një tendencë të pushtetit ekzekutiv ose atij legjislativ që me pas një ndërhyrje në sistemin në pushtetin gjyqësor? Dgjoj, kjo është tashmë e pamohueshme. Dhe nuk kemi nevojë të angazhohemi në diskutimet e politikave ditore. Na mjaftojnë thjesht të dhënat nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës. Aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese janë indikator i mjaftueshëm i tendencës dhe ose pasojës së ndërhyrjes në pavarësinë e pushtetit gjyqësor, sistemit prokurorial dhe jo vetëm. Kujtoj për shembull rastet që ndërlidhen me vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit për Këshillin Prokurorial, ligjin për byron e konfiskimit të pasurisë së pajustifikueshme, ligjin për Këshillin e pavarur mbikëqyrës, për Komisionin e pavarur të medjeve, ligjin për zyrtarët publik, atë për pagat në sektorin publik, gjithashtu vendimarrjen që i është nënshtruar vlerësimit të Gjykatës Kushtetuese që ndërlidhet me shkarkimin e anëtarëve të bordeve të institucioneve të pavarura, përfshir bordin e RTK-s, përfshir edhe anëtarët e organit shqyrtues të prokurimit publik. Dhe të gjitha këto aktgjykime për te i veçorive dhe specifikave të tyre kanë gjithashtu një emërues të përbashkët. Dhe bazuar në vetë konstatimet e Gjykatës Kushtetuese, ky emërues i përbashkët është tendenca për ndërhyrje në pushtetin gjyqësor, prokurorial, atë të institucioneve të pavarura në kundërshtim sigurisht me parimet dhe vlerat që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Nëse e shohim këtë fenomen prej një perspektive kështu më të gjerë, krahasuese edhe teorike, a ka një shpjegim ose si mund të shpjegohet kjo tendenca për ndërhyrje në gjyqësor edhe në institucionet pavarura? Përgjigjet më të sigurta janë gjithmonë në teori dhe mësime të shteteve me përvoja të ngjashme. Në parim, tendencat për të ndërhyrë në pavarësinë e pushteteve edhe të institucioneve të pavarura në favor të zgjerimit të fushveprimit të pushtetit ekzekutiv janë karakteristik e forcave ose lëvizjeve populiste dhe posaçërisht mënyrës se si ato qeverisin. Një prej trendeve të para, një prej tendencave të para është atakimi i pushtetit gjyqësor.